në dëshirën time dhe në pasionin tim të punës si mësimdhënës, si historian gjatë trajtimit të temat natyrave të ndryshme, kur adresoj çështjet që janë të rëndësishme dhe janë temat paksa më specifike dhe kërkohet që të ketë një elaborim më të gjithësishëm në aspektin e ofrimit të informacioneve dhe të analizës së informacioneve dhe të jetëdhënies së sqarimeve konkrete dhe në detaje me qëllim për të krijuar mundësi për të ofruar një informacion dhe një analizë të informacionit, një sqarim të informacionit, për të ofruar një ekspozim më tepër në raport me një ngjarje me të cilën karakterizohet në aspektin e specifikave të tij. Dhe normalisht për të qenë i qasshëm sa më tepër në aspektin e ofrimit të informacionit dhe sqarimit të informacionit të nxënësve, ndoshta ndodh që herë pas here të thellohem më tepër në aspektin e analizës në trajtimin e temave me karakter historik. Normalisht ekziston dëshira e madhe ime që të jem më i qasshëm në aspektin e informacionit dhe sqarimit të informacionit dhe gjërat që karakterizohet një periudhë e saktuar kohore historike, pra për të krijuar mundësinë për të qenë më i qasshëm në aspektin e argumentimit dhe de facto që ofroj tek nxënësit gjatë procesit mësimor. Normalisht do të pas parasysh edhe aspektin e fuqisë së përqendrimit tek nxënësi gjatë procesit mësimor, po pavarësisht kësaj, konsideroj që është e rëndësishme që jo vetëm ofrimi të informacionit, po dhe sqarimi të informacionit, analizën e informacionit, si edhe për të bërë krahasime të ngjarjeve në kontekstin historik dikur dhe sot, varësisht prej temës në të cilën e marr përsi në aspektin e trajtimit dhe shpjegimit. Pra ideja është për të qenë sa më i qasshëm, sa më sqarues në aspektin e argumentimit, në aspektin e ofrimit të informacioneve të vogla, si edhe sqarimit të informacioneve në relacion me ngjarjet me të cilat karakterizohet një periudhë e caktuar kohore historike. Ndoshta mund të jetë paksa ndoshta një dozë të ngarkesës të nxënësit në pikpamjen e psikologjike të përshëndetshmërimit të tyre gjatë procesit mësimor, po konsideroj që kjo formë e adresimit të sqarimeve të bollshme dhe të nevojshme dhe ofrimit të një gamë më të gjerë të argumentimit në raport me temat të cilat i trajtojnë në kontekstin historik, është më profitabile tek nxënësit për shkak që ofrohet një sqarim i detajzuar në raport me temat të cilat i marr përsipër në aspektin e trajtimit dhe ligjërimit gjatë procesit mësimor.